Dita e 5 të deklaratave përmbyllëse në procesin ndaj shkrerëve të ushtrisë çlimtare të Kosovës po zhvillohet në dhomat e specializuara të Kosovës me seli në Hag, ku sot para trupit gjykues po paraqesin argumentet e tyre mbrojtjet e dy të akuzuarve të fundit, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Në këtë proces gjyqësor për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, po përballen ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarët Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi, si dhe ish deputeti Recep Selimi. Të katërt janë deklaruar të pafajshëm ndaj të gjitha pikave të aktakuzës. Deri më tani, fjalët përmbyllëse janë paraqitur nga zyra e prokurorit të specializuar, përfaqësuesi i viktimave, si dhe mbrojtja e Thaçit dhe Veselit. Prokuroria ka kërkuar dënim me nga 45 vjet burg për secilin prej të akuzuarve, duke pretenduar se përgjegjësia e tyre komanduese dhe politike është provuar përtej çdo dyshimi të arsyeshëm. Mbrojtja në të kundërt i ka cilësuar akuzat si të pabazuara dhe të motivuara politikisht. Në seancën e sotme, avokati i Selimit, Erik Talli, se klienti i tij ka pasur kontroll efektiv mbi një strukturë të ashtu quajtur Policia e UÇK-s. Sipas tij, një strukturë e thellë nuk ka ekzistuar në formën e paraqitur nga ZPS-ja dhe termi është një konstrukt juridik i ngritur për të krijuar përshtypje në një zinxhiri komandues që sipas mbrojtjes nuk ka qenë real. Talli argumentoi se mbas qershorit 1999, çdo strukturë e sigurisë në terren ka qenë në përgjegjësinë e komandantëve të zonave dhe jo në autoritetin e Selimit. Ai theksoi se në rrethanat e luftës gjatë prillit 1999 nuk ka patur mundësi praktike për krijimin në një forcë të organizuar policore, siç pretendon prokuroria, duke shtuar se mungojnë prova konfirmuese nga dëshmitar apo dokumente zyrtare që do të vërtetonin një strukturë të tillë. Në vijim, fjalën përmbyllëse në emër të Selimit e mori edhe avokati Geoffrey Roberts, i cili e nisi paraqitjen e tij me një deklarim të prerë se klienti i tij është plotësisht i pafajshëm për secilën prej akuzave në aktakuzë. Ai tha se prokuroria nuk ka arritur të përmbush barën e provës dhe nuk ka vërtetuar asnjë pretendim përtej dyshimit të arsyeshëm. Një nga shtyllat kryesore të mbrojtjes ishte rrëzimi i pretendimit për ekzistencën e një ndërmarrje të përbashkët kriminale, në të cilën, sipas aktakuzës, do të ishin përfshirë Selimi dhe 3 të bashkakuzuarit e tij. Nuk ka ekzistuar asnjëherë ndonjë ndërmarrje përbashkët kriminale, në të cilën ishte i përfshirë Selimi apo bashkë akuzuarit e tij, në asnjë moment të periudhës së aktakuzës. Kjo është kështu, ka qenë dhe mbetet, deklaroi Roberts para gjykatës. Ai cilësoi akuzat si fyese dhe denigruese, duke argumentuar se narrativa e prokurorisë paraqet luftën e UÇK-s si një projekt për pushtet personal e jo si përpjekje për çlirimin e vendit. Sipas tij, pranimi i kësaj teorie do të nënkuptonte se drejtuesit e akuzuar jo vetëm që kanë shmangur sakrificën e figurave si Adem Jashari, por edhe kanë manipuluar mira vullnetar, të cilët rrezikuan dhe dhanë jetën në luftë. Në përmbyllje, Roberts i kërkoi trupit gjykues që vendimi të bazohet vetëm në prova të verifikuara dhe në standardet e drejtësisë ndërkombëtare, duke theksuar se sipas mbrojtjes, prokuroria ka dështuar të paraqesë prova që do të justifikonin shpalljen fajtor të Recep Selimit. Mbas përfundimit të deklaratave përmbyllëse të gjitha palëve, çështja do t'i kalojë trupit gjykues për vendimarrje. Sipas rregullores, gjyqtarët kanë afat deri në 3 muaj për të shpallur aktgjykimin ose për të kërkuar zgjatje të këtij afati. Procesi konsiderohet ndër më të rëndësishmit në historinë e drejtësisë për luftën në Kosovë dhe po ndiqet me interes të lartë publik brenda dhe jashtë vendit.